Situata në kantierin e ndërtimit të aeroportit të Vlorës është përshkallëzuar pas hyrjes me forcë të punonjësve të kompanisë MAPCO në pronësi të biznesmenit Bexhet Pacolli, të cilët kanë marrë kontrollin e një pjesë të zonës së punimeve pas vendimit të gjykatës së lartë për rikthimin e së drejtës së administrimit. Sipas informacioneve, hyrja në kantier është shoqëruar me tensione dhe përplasje me rojat e sigurisë së kompanisë që kanë administruar më parë zonën, ndërsa një pjesë e punonjësve janë larguar nga terreni gjatë ndërhyrjes. Reagimi më i fortë ka ardhur nga vetë Bexhet Pacolli, i cili përmes një deklarate publike ka denoncuar atë që e cilëson si dëme të rënda materiale edhe veprimet palishme të ndodhura gjatë periudhës së administrimit të mëparshëm të kantierit. Pacolli ka deklaruar se në këto momente po kryhet verifikim dhe evidentimi i plotit dëmeve, duke përfshirë sipas tij shkatërime në inventar, pajisje teknike, materiale ndërtimi dhe mjete pune të instaluara, posaçërisht për realizimin e projektit aeroportual. Ai thekson se bëhet fjalë për asete të kompanive dhe nënt kontraktorëve, të cilët janë dëmtuar apo zhdukur gjatë muajve të fundit. Në deklaratën e tij, Pacolli shkruan më tej duke pretenduar se gjatë një periudhe prej më shumë se 10 muajsh në kantier janë kryer veprime që kanë penguar zhvillimin normal të punimeve dhe kanë dëmtuar investimin, duke i cilësuar këto veprime si të papranueshme dhe në kundërshtim me ligjin. Ai ngri gjithashtu akuza për ndikim të mundshëm institucional dhe për tentativë ndërhyrje në procese gjyqësore, duke kërkuar që çështja të hetohet në mënyrë të plotë dhe të pavarur nga institucionet kompetente. Në këtë kuadër, Pacolli është drejtuar publikisht prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK, duke kërkuar nisjen e një hetimi gjithëpërfshirës për të gjitha zhvillimet e raportuara në kantier, pa përjashtime dhe pa ndikim politik apo institucional.